Ati, nga gjithë kjo parantezë ju bët, lehtësisht kuptohet që kemi të bëjmë me dy identitetet ngjashme. Pra, është vërtet e çuditshme që Tirana të ngjajë me Karakasin. Nga ky profil që ju sapo thatë, mi po ja që çuditërisht janë speciet e ngjashme në këtë lloj habitati, në këtë lloj shtetesh. Çudia më e madhe është sepse ne jemi në kushte më pejorative, sepse Maduro vjen nga Chavez, nga Hugo Chavezi, ndërsa Rama nuk vjen nga Hugo Chavezi. Pra, ka një përkeqësim galopant të situatës politike, një dobësim inteligjent në funksion të pushtetit institucioneve, të cilat detyrojnë qeverinë, i vënë tabelat e kufizimit qeverisë. E ka thënë presidenti Renga shumë bukur, we the people, thot, ne populli i tregojmë, ne jemi, thot, shoferi, thot, dhe qeveria janë pasagjerët, thot, ne do t'i tregojmë ku do të shkojë dhe me sa shpejtësi duhet të eci. A e kupton? Ky është një standard shumë i lartë që duhet përkthyer Ramës, shqip. Ashtu. Sa i përket aktakuzës së Ramës, shikoni, vjedhjet, financimi i fushatës elektorale nga trafiku i drogës është identike. Shikoni, duhet neve, sepse Rama luan me proporcionin. Sepse kjo diskutohet, mund të ketë lëvizur shumë më shumë drogë në Venezuelë, por janë 30 milionë dhe në vendi prodhues. Po dhe ne nuk jemi mbrapa, pavarësisht se nuk raportohet. Dhe të gjitha këto bëhen në hundën e një kryeministri jo sylesh. Apo, kështu që ky ka marrë zgjedhjet, po nga erdhi kjo? Kjo erdhi nga një spak i kapur, i cili nuk e ndeshkoi krimin zgjedhor. Dhe në zgjedhjet e fundit u bë një farsë e madhe, që thanë do bëjmë një task force. Për çfarë duhet bësh task force? Si hajduti kapet e çohet në burg. Ti e ke kodin penal, i ke specifikisht kapitulli për zgjedhjet, sepse unë i qëndroj gjithmonë ides që fytyra e fushatës sot, mënyra e pushtetit sot është profili jot nesër. Sepse Genc, edhe për Maduron është diskutuar shumë edhe nga sekretari Rubio, që këtu nuk bëhet fjalë për një operacion ushtarak për të pushtuar një vend, këtu bëhet fjalë që DEA, e cila me qëra fjala shumë e pranishme edhe në Shqipëri, dhe nuk është justifikim ai që e kanë zyrën në Athinë, në Athinë, po kanë dhe një zyrë këtu, takojnë dhe njerëz këtu, në mënyrë të vazhdueshme. Dhe në këtë rast ata nuk vuajnë ata nga lokacioni. Eksaktësisht. Po përveç kësaj ata thanë që për Maduron ishte shumë e rëndësishme në bazë të raporteve ndërkombëtare, Maduro konsiderohet një president i paligjshëm. Në bazë të raporteve të fundit të OSBE-Odirit dhe kryeministri Rama konsiderohet teknikisht. Po sepse Maduro si janë bërë analizat gjakurin më shpejt, më herët. Këti tonit tashi ja kanë bërë, ja kanë marrë kampionet, do dalin përgjigjet, është e njëjta situatë. Edhe shikoni, unë e kam ndjekur sepse është shumë interesante, sepse është jetike, por problemi i mbrojtjes këtij lloji sistemi me teorinë e sovranitetit, ai kupton, është një nga gafat më të mëdha. Maduro si shmarr vendimin në mungesë, është një ekzekutim të një vendimi gjyqësor. Dhe këtu bashkohen dy pika shumë të rëndësishme, drejtësia amerikane dhe rendi i ri botror, të cilin neve duhet ta themi dhe duhet ta pranojmë. Sako që bëjmë një opozit dhe themi që ky realitet duhet të ndryshojë me domosdoshmëri, jo në probabilitet. Jo vetëm aq, po sekretari Rubio më bëri shumë përshtypje në intervistën e fundit kur doli me kryeminist me presidentin që treguan ngjarjen për Maduron. Sekretari Rubio tha një gjë që ishte si një këshill për të gjithë analistët dhe njerëzit me kuriozitet në botë, të cilët shohin Trumpin dhe i duket fantazmagorik. Mos u tallni një dhe merreni seriozisht për atë që thot, sepse atë që thot ai e bën. Po s'ka më të drejtë për drejtë se Trumpi. Në një kuptim kjo do të duhet ishte një zgjim dhe për Shqipërinë, apo jo, se këtu po bëhet sikur Trump nuk mbrin dot deri në Shqipëri.